punën dhe e gjithë NATO është e detyruar të shkojë në luftë drejt për drejt me Iranin për të mbrojtur Shqipërinë. Kështu që në rast se do të ketë Stabri ngriti shqetësimin e shuarjes së NATO-s në atë moment, a jemi ne zbuluar? Jo, nuk jemi zbuluar për momentin sepse NATO nuk është shuar. Ai që tha Stavri është drejt në sensin që patjetër që ne na duhet një strategji kohezive e politikës jashtme, një doktrinë e jona politikës jashtme, patjetër që Shqipëria ka nevojë të rikthejë shërbimet e rrushëm ushtarak, ka nevojë të riarmatose, ne duhet të paraqitemi patjetër dhe duhet që të bëjmë atë që quhet stress testing, pra të testojmë situata ndryshme në një botë me NATO dhe në një botë pa NATO, por aktualisht Shqipëria është e mbrojtur nga artikulli 5 i NATO-s dhe Irani e di këtë gjë mjaft mirë. Prandaj dhe në lajmërimin e ambasadës amerikane flitet për konkretisht qeliza të fjetura, çan steeper cell, çan qelizat e fjetura, se kemi përmendur shumë. Po çdo me thënë qeliza të fjetura për dikë element mercenar, terrorist, ekstremist të paguar për të hedhur gjëra në erë, për të hedhur veten në erë, për të goditur infrastrukturë civile, jo në emër të Iranit, jo duke thënë që jemi Irani, por patjetër të paguar dhe të sponsorizuar nga regjimi i Iranit, sepse Irani edhe lufta sot, në mënyrë se po bëhet, nuk është më luftë konvencionale drejt për drejt, është luftë hibride, domethënë është luftë nëpërmjet të milicive të vogla proxy, kështu që Shqipëria fatkeqësisht është mjaft e rrezikuar, e shoh të retorikën e Mekut, se dua ta mbaroj këtë gjë në raport me Mekun, se dakord, është siç e thash në fillim, është i debat për të bërë, nëse më pyet mua në Mekun, nuk do ta kishim. Do t'i rikthem, do t'ua bëj pyetje për Mekun. Po e veja, sidoqoftë ta mbaroj ta mbyll të fundit. Sidoqoftë, duhet të thënë që fakti që Shqipëria ka Mekun këtu dhe fakti që Shqipëria lidh marrëdhënie me Izraelin jep 0,000 arsye Iranit të bëjë këtë që po bën, të bëjë sulme kibernetike ndaj Shqipërisë dhe të kërcënojë Shqipërinë në mënyrë direkte apo indirekte. Dorand, si mundet të sulmoj Irani Shqipërinë? Rueli tha nëpërmjet celulave të fjetura. Po, mund ta bëj këtë, po duhet kuptojmë edhe diçka për sa i përket NATO-s, se NATO nuk po ndërhyn në luftë me Iranin kur po ja kërkon babai i NATO-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo më të hyjë në luftë me Iranin se do ja kërkojë Shqipëria. Pa duhet kemi parasysh diçka dhe mund të thonë njerëzit, jo po kjo si thua Shqipëria u atakua, Amerika nuk u atakua dhe punë tjetër. Funksionon ndryshe ligjërisht. Jo, edhe ligji 5, nëse funksionon, atëherë ligji 5 nuk do të thotë. Nuk kemi një sulm nga Irani që është sulmuar territori amerikan apo bazat ushtarake amerikane. Artikulli 5 aktivizohet vetëm kur një vend antar i NATO-s sulmohet. Dhe jo anas kjo nuk do të thotë kur aktivizohet ligji 5. Ka qenë edhe para më shumë se 2 dekadash kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës aso kohë sulmuan Irakun, patën ato sulmet dhe vendet e NATO-s, antarët e NATO-s nuk u përfshin në këtë betejë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Apo edhe në Afganistan. Ligji 5 nuk do të thotë luftë automatike. Ligji 5 do të thotë që të gjithë këto vendet e hedhin në votim në vendet e tyre, a do të përfshihen në luftë apo jo. Pra nuk do të thotë që u aktivizua ligji 5 nga Shqipëria dhe rrjedhimisht të gjithë vendet e NATO-s erdhën të luftojnë për Shqipërinë. Kjo nuk është ashtu në radhë parë dhe në radhë të dytë, nuk është se si të thuar se NATO e ka vendit e kanë kaluar një statutin e NATO-s kur janë përfshirë dhe janë antarësuar si vende antare të NATO-s dhe përfshirë dhe mënyrën se si funksionon dhe aktivizohet artikulli 5 në këtë rast. Pra parlamentet, disa vende kanë kaluar edhe me referendum sepse ashtu e kanë kushtetutet e këtyre vendeve. Është e drejtë, por futja në luftë. Nëse kthehemi prapa në kohë edhe Shqipëria para më shumë se një dekade, kur është antarësuar me drejta të plota brenda NATO-s, i ka kaluar në parlament të gjitha këto konventa. Dhe statutin e ka bërë pjesë që e ka njësuar me kushtetutën dhe me ligjet e brendshme. Kështu që vendet nuk kanë nevojë që të votojnë për përfshirjen në shumë vende të NATO-s, në Britaninë e Madhe, në Francë, në Gjermani dhe në vende të tjera të NATO-s, sipas kushtetutës së tyre, përpara se këto vende të futen në luftë, por çdo arsye, jo për artikullin 5, por për çdo arsye, këto vende duhet të kenë një miratim nga qeveritë e tyre apo nga parlamentet e tyre për të shkuar në luftë. Pra se po futesh në luftë, shumë vende të NATO-s e kanë këtë dhe prandaj
Dhe prandaj, po ju them që, dhe sinqerisht e them këto, që nuk duhet të jemi shumë të relaksuar për sa i përket futjes së NATO-s kur ne na atakojnë vendet, sepse po ju them përsëri që absolutisht po i kërkojmë llogari të qeverisë shqiptare dhe institucioneve shqiptare të tjera, pra edhe Presidenti i Republikës, pse nuk po reagojnë, pra ne nuk do të rinë presim vetëm nga aktorët ndërkombëtar, nga partnerët tanë ndërkombëtar, po i kërkojmë llogari qeverisë shqiptare dhe aktorëve politikë shqiptar, dhe këtu po përfshi edhe Parlamentin shqiptar, të dyja forcat politike, që duhet bashkohen dhe pra të mblidhet Këshilli i Sigurisë dhe të diskutohet hapur për këtë çështje. Por që të kthehemi tek pyetja ç'mënyra ka Irani për të na atakuar. Po pra ideja është përveç Dorand, vetëm shkurt të lutem, përveç grupeve proxy, që i përmendi dhe Rueli, ekziston rreziku i raketave, e thënë më thjesht se është aluduar dhe për këtë. Jo, okej. Tani, neve përballemi në Shqipëria, domethënë dhe gjitha aleancat përballet me një fakt që ky është i pashmangshëm. Neve bëjmë llogarinë nëse dalim nga NATO. Mua nuk bëj llogarinë nëse unë jam brenda NATO-s tani dhe nenin 5, se kjo ka rëndësi shumë. Se po mbulohemi, kemi 10-15 vjet që jemi fut NATO-ve në nenin 5 jemi mbuluar. Ideja është që neve përballemi, kemi forca ushtarake, kemi ushtri, kemi tanke, kemi avion, kemi fregata. Kjo ka rëndësi për mua. Kemi? Jo, kjo kam... Dakor, ne kemi konkretisht? Ne s'kemi të them tani as një karabin, jo më të diskutosh. Jo, ajo që do thoja unë është që ti them që ti qetësojmë në raport me atë që a do të shkatërrohet apo jo NATO. Edhe nëse shkojmë tek skenari hipotetik që NATO mund të shkatërrohet nesër, mund të mos ekzistojë, mund të azhisohet, Shqipëria dhe shqiptarët do vazhdojnë mbeten aleat kryesor të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Domethënë, ky kurs është i padiskutueshëm dhe do të jetë... Redi se dim atë. Jo, do vazhdojmë mbeten sepse është kursi... Sot specialja në Kosovë do të sekuestroj pasuritë liderëve të UÇK-s, që janë gjykat. Pra, fluksi, presioni i madh ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve dhe Kosovës po vazhdon gjithmonë më tej. Ne nuk kemi një garanci do na mbrojë Bashkimi Sovjetik, apo do na mbrojë Kina jon, ke parasysh vitet e kaluara, apo do na mbrojë Italia fashiste, apo ku ta di unë. Neve gjithmonë kemi qenë shembull të mbrojemi pas një fuqie. Ideja është si do dalim nga kjo situatë, se kemi 100 vjet shtet, 100 ca kusur. Pra, se neve nuk do të krijojmë ato institucione, atë shtet dhe ke par oligarkët të ndihmojnë ushtrinë shqiptare thjesht me karburant. Shko në Greqi ç'a bët. Oligarkët japin karburant për fregatat, karburant për avionat, me vite të tëra. S'kam parë ndonjë oligark. Oligarkët këtu vetëm vjedhin prona këtu. Por a duhet të ketë një shteti për çdo gjë. Por ama është një gjë, pra, duhet të jetë në nuk mundun të kem respekt për oligarkët dhe për të shtet, në qoftë se nuk mendon për gjithë popullatën, gjithë qytetarët. Topsia jonë si shtet edhe në këto 100 vitet e fundit, të dalim tek pika që përmendi Rueli më parë. Ne kemi nevojë si komb, si shtet, kemi një doktrinë të mirëfillt në aspektin e diplomacisë. Ne sot dhe nuk kemi patur as më parë dhe prandaj historia është kokforte dhe tregon që ne në periudha të ndryshme të historisë tonë kemi gabuar, pikërisht sepse nuk kemi pasur një doktrinë të mirëfillt. Është koha që të mblidhen akademik, njerëz të influencës, politikan, grupet e interesit, qoftë edhe sipërmarrës, dhe të prodhohet një doktrinë që do formsoj diplomacinë e Shqipërisë për 50 vitet e ardhshme. Ruel, cilat mund të jenë fushat ku cilat janë më me probabilitet të lartë për të goditur nga Irani, përveç sigurisë kibernetike, turizmi flitet nga një pjesë e ekspertëve?